Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu bashkë në Odeon, në radio televizionin 21. Do të vinë në vazhdim një personazh tepër i veçantë. E kishim pritur ka herë. Është interesant se në për epokat e jetës disa njerëz bëhen vula të qytetit, të vendit, të profesionit. Ata njerëz vërtet kanë çfarë për të thënë, sepse kanë thënë dhe i kanë dhënë shumë këtij vendi, këtij atë. I tillë vjen unë më pëlqen t'i them profesor i nderuar, se është profesori në Lamie, ai është jurist, ai është atlet, ai është sportist, ai është zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë zotëri Idris Humolli. E profesorin nderuar, po më pëlqen me thonë profesorët. Faleminderit. Sigurisht të gjithë ata që i përgatit në botën sportive, profesor të thonë, ha? Kryesisht. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Si je? Mirë shumë. Kur ju anonqova thash, janë disa njerëz që bëhen vula të qytetit, vula të vendit. Edhe unë të tillë të njoh. Bile kur ju bë me njoft në Prishtinë, nëse kam thënë ky edhe ky, kam thonë, jo veçun. Edhe i gjithë qyteti kemi thënë, është edhe profesori, atleti, sportisti, krenaria jon, juristi, Idris Humolli. Faleminderit shumë. Juve në realitet, ju njohin të gjithë, për këtë dhe keni shkruar, ju kemi parë edhe në ekran, për fat mirë është bërë dhe film kjo gjë, puna juaj, jeni nga pionerët, apo me thonë edhe dallëndyshet e para, që e sjell një diçka tepër të veçantë për këtë vend, këtu e shumë vite më parë. Do të na tregosh kur të filloj me bisedu, bodybuildingun. Po. Një sport tepër i veçantë, që ishte raritet, rallësi, jo veç për Kosovën, po atëherë edhe për krejt Jugosllavinë, ndërsa juve e sillni në Kosovë, me shumë përkushtime, me shumë punë, me shumë përpjekje, me vështirësi, po bashkë po du me të pyet, kur u takove me bodybuildingun, si sport? Me bodybuildingun ju më takuan në vitin 1967. 67. Në përmjet një reviste sportive, që është botuar jashtë Kosovës, dhe peja ti momenti, do më peja ti viti deri në aktualisht kërë bisedojnë, unë kom qenë vazhdimisht aktiv. Ky kontakt ishte viziv, e pa revistën i pa? E pa është revistën e përcolla, pastaj aty ishte shkolla e vogël quaj e bodybuildingut dhe përcolla deri në fund, dhe pastaj vazhdova deri në momentin kur ne po flas. Tash në atë periudhë ishe sportist? Në ndonjë lami tjetër? Po, isha, unë ju marr edhe me atletik, ju marr edhe me karate, gjeneratën e Isak dhe Ali Latifit, që i përshëndesim. Po, i përshëndesim se janë pioner të kësaj gjë, janë krenari e kësaj. Na gjithë me ato të kësaj, pastaj ju marr me ping-pong. Jam në kohën e Sabri Ashanit, kur ka ushtruar Sabri Ashani. Dhe pastaj e kom praktikë dhe e marr me këtë sportin të. Edhe je rrit në atë mahallën ku prej akademisë e pothuajse çdo gjë, çdo segment është zhvilluar në është shumë e vërtetë. Në këtë mahall që quhet është mahalla e Çeklikut Çeklikut. Po. Tash është natë është përdorur edhe kacallarëve apo? Po, edhe kacallarëve, tash është ndërtesë është e teatrit Dodona. Edhe është Dodona e quajmë, shumë e bukur, ha? Ma mirë jalon që temën në studio, dhe s'ja heqim fare. Absolutisht. Unë kam në 200 metra shpinë për jati dhe ajo është shtëpia e pare imja e këtij sport. Keni qenë edhe shumë emra ta asaj lagje, vërtet, kur e mendon përplot nga ata, bie fjala Lecin, kështu, emrat njohur të botës së artit, të kulturës, të sportit, të muzikës, pafundësisht, apo lagja me thonë kryesore e qytetit. Lagje me shtëpia në... Mund thuhet. Mund thuhet në... Çka bane kur e pa këtë? U fascinove? Sigurisht që u fascinova dhe pastaj pas disa viteve për me shku, ishte dëshira unë dhe disa shok fillon me ushtrue në kusht të shtëpije. Dhe mos gjithë kusht shtëpije. Na komunikonim mirë, po
Ëndra ime fillimisht ishte si të bëhet një klub. Si të bëhet një klub. Absolutisht. Po që fillut me ushtru? Me çka fillut me ushtru? Fillut me ushtru me mjete jashtëzakonisht primitive, me druna, me hekra, me ato që bënin vetë. Se i ndërtonit vetë. Vetë si ndërtonë të merresh, ajo tash kur i kam frafite dhe djemve ku ju shpjegoj dhe njerëzve nuk mund me besu, edhe është e arsyeshme, por mos me besu. Edhe unë e kisha ato ëndër. Mirë po, në jetë kom kuptuar diçka që në qoftë se një njeri i shef një ëndër, është shumë vështirë të me u realizua ajo. Po në qoftë se arrin që edhe shokët e tyre, tina, të shohin të njëjtën ëndër, atëherë realizimi është shumë më i lehtë. Sa bukur e the, domethënë. Ju një grup e pat një ëndër të përbashkët. Të përbashkët dhe realizuar. Ti ishe nismëtari, po, ju ishe nismëtari, po, kush ishin të atjerët? Ta shok tu? Shqo, ne janë disa që tash në qoftë se i përmeni me emna, unë kam frikë që a harron të njëri. E harron të njëri dhe ata janë meritorë. Ata janë libër, janë film, janë në përmisione ndryshme, po mos t'i përmeni emna se vjen një në keq pastaj në qoftë se përmeni. A ishin kryesisht mahallës, po? Ata ishin kryesisht mahallës. Ishte pastaj bashkangjitë në disa tjerë, po. Po, mas me rëndësi është me të rëgu një element i regjistrimit klubit. Ne e formum klubin juridikisht. A e formut klubin? Po, e formum juridikisht klubin me kuvende, i bom dokumentet. Jo, po unë e regjistrimit ishte shumë problem. A regjistrimit problem? Si e quajtet? Ata mas një 2 muajve kër shkova unë me marrë vendimin kënse se o krye, se s'na leshin edhe thëshin pa leje s'ponuat. Ky klub nuk mund të regjistrohet sepse konsiderohet si organizat me karakter dyshimt. Pse? Dhe unë isha atëherë edhe i ri edhe smjeresha me politika, nuk disha çfarë karakteri dyshimt ka kjo. Skerim s'kishte. Jo dokumentat dhe shko u ktheva në shtëpi. Dhe pastaj komunizëm, diktaturë. Dhe konkullësia ime doli në shesh. Ma 17 muajve mora lejer. E morë, ma 17 muajve. Edhe si u quajt klubi? Klubi Atleti. Atleti. Po, në Prishtinë. Në Prishtinë. Ky është klubi i parë. Ushtrën Teatri Dodona. Ku është Teatri Dodona? Ku është Teatri Dodona? E gjithë një na i pum jetët për shtëpive tona, që ato që i kishëm gjithë kush ka pak. Manufakturale, kështu, me dorë. Që ishëm punu vetë. Dhe aty fillum pastaj me punu dhe në vitin 1982 kalon në Pallatin e Rinis. Anë 82. Aty ku sot e kemi Fitnes Prishtina, sot e kemi klubin na. Mirë, ky sport ka kërku ushtrime shumë intenzive, po ka kërku edhe ushqyeshmëri. Nuk janë kushtet fort mira në këtë klubin, pastaj regjistronit të ri? Jo, klubi u regjistrua. Jo, regjistronit antar të ri, mendoj. Po, antar të ri kemi pas 2 grupe, ka qenë numri i paracaktuar, se s'ke shumë edhe mjete, s'ke shumë. Edhe mundësi edhe kërgjo. E përmend të ushqimin, po llogaritni 76, 77, 78, 80, çfarë ushqimi kemi pas na? E qenë ata. Ne kemi pas një shok, sa kjo është për me qesh, po edhe nuk është për me qesh. Dhe ke Idrisi, Hakifi edhe një 3 vetë që ushtroj shumë bashkë, kur i hongëshin 3 ve, një dit, një javë u lapdrëshin. Qatë që ishte